Më 9 nëntor mbahen zgjedhjet e pjesëshme vendore në 6 bashki ku qytetarët do të ftohen të votojnë për kryebashkiakët e rinj pas vakancave të krijuara për shkak të dorëheqjeve, shkarkimeve apo kandidimeve për deputet të atyre që morën mandatet në 2023-shin. Zgjedhjet do të mbahen në bashkitë e Tiranës, Vlorës, Tepelenës, Matit, Cerrikut dhe Beratit, që të gjitha të drejtuara nga socialistët e Edi Ramës, ndërsa fushata do të nisë në 1 nëntor. Socialistët kanë zyrtarizuar emrin e Ogerta Manastirliut, deputetes dhe ish-ministres, që bëhet e para gruaj që synon drejtimin e bashkisë në 35 vite të pluralizmit. Një tjetër kandidat i zyrtarizuar është Arlind Qori nga Lëvizja Bashk, i cili do të synojë drejtimin e bashkisë për herë të dytë brenda 2 viteve, pasi edhe në 2023-shin garoi në zgjedhjet e rregullta vendore. Pak më komplekse paraqitet situata në ato që po tenton të formsohet si një kamp i gjerë opozitar përtej koalicionit të 11 majit, ku Shqipëria bëhet nismathurje, mundësia janë ulur në negociata me demokratët e Sali Berishës për gjetjen e një kandidati jo politik, por një figurë politike me integritet, me synimin për të fituar Bashkinë e Tiranës. Berisha ka pranuar kushtet e aleatëve të rinj për caktimin e një kandidati jo politik, ndërsa pas kësaj pati një seri emrash që u vetshpallën si kandidatura, disa të mbështetur nga subjekte politike dhe të tjerë që kërkojnë mbështetje. Mundësia e Agron Sheaj ka propozuar Ermal Hasimen, politologun dhe profesorin, një figurë e njohur publike, që në 2005 u bashkua PD-s si pjesë e Kopit, por rreth një vit më pas u distancua me argumentin se do të vjonte studimet. Florian Binaj, aktor i njohur dhe protagonist në disa protesta të thirrura nga shoqëria civile, mbështetet nga Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt. Fatos Lubonja, analist i njohur dhe një prej kritikëve të fortë e Edi Ramës, por në periudha të caktuara edhe të Sali Berishës, është hedhur si propozim nga Alfred Lela, drejtori i komunikimit në PD. Edlira Çepani, aktivist e shoqërisë civile dhe bashkëshortja ish deputetit të ndjer, Gerti Bogdani, gjithashtu është artikuluar si një prej kandidateve të mundshme e propozuar nga partia Mundësia gjatë negociatave me PD-n. Më pas janë vetshpallur si kandidat Agron Haxhimiali, ekspert në pushtetin vendor, dhe Gülsen Zhlima, avokat, të cilët janë shtuar listës së kandidatëve të pavarur, ndërsa kërkojnë mbështetje. Ndërkohë janë një seri emrash të tjerë, figura të njohura që raportohet se i kanë demokratët dhe do të hidhen për diskutim me partitë që kanë propozuar dhe mbështesin daljen me një kandidat të pavarur. Berisha në deklarata publike ka thënë se PD do të mbështesë përfaqësimin me një kandidat jo politik, por disa herë përsëriti faktin se nuk është folur me emra konkret, por thjesht për staturën që duhet ketë kandidati, dhe në kushte të tilla, pikpyetja është nëse PD e drejtuar nga Berisha do të mbështesë një nga emrat që qarkullon apo ka emrin e saj dhe do të synojë të marrë mbështetjen e partive të tjera. Por edhe nëse listës së të pavarurve që janë sot në qarkullim si kandidat nuk do të shtohet ndonjë emër i ri, sërish pyetja është, cili nga kandidatët do të mbështesë Berisha? E më pas pyetja tjetër që vjen është, a do të pranojë Agron Sheaj të mbështesë një kandidat që propozon Adriatik Lapaj ose Ana Sjelltas, nëse PD e Berishës nuk i surprizon me një tjetër emër që mund ta ketë si as nën mëng?